Ish ministri i Venezuelës ka dëshmuar haptazi që mafia shqiptare po bojkoton zgjedhjet e tij, njëkohësisht po organizon një grusht shteti në Venezuela. Mund të jetë e vërtet që shqiptarët janë kaq të fortë? Ndiqeni me vëmendje deri në fund. Disa gjëra janë të vërteta, por disa janë të dyshimta. Dhe është mirë që ta dëgjojmë deri në fund. Thjesht këto janë informacione që mund t'i gjejmë gjithandej, por unë mblodha të gjitha këto informacione për t'ju serviruar juve dhe ta diskutojmë së bashku. Kush është rastësisht, si gjithmonë i bëj live faqes që jemi sërish dhe ju falenderoj që jemi bashkë. Nicolas Maduro, që është ish ministri i Venezuelës, doli haptazi para 2 ditësh në Eurovision, pra e dëgjoj gjithë bota, madje po flasin edhe CIA, po flet edhe bota, po flasin edhe jo vetëm televizionet amerikan, por edhe në botë, që gjoja mafia shqiptare po organizon një grusht shteti në Venezuela, pra për ta rrëzuar këtë zotërinë. Sepse sipas gjasave ka dërguar disa mercenar, mafia shqiptare sipas tij, dhe ai ka kapur 38 të këtyre mercenarëve shqiptar. Dhe nga këta 38, 2 prej tyre janë shumë të famshëm, nuk dua të bëj emra këtu, por janë 2 shqiptar të famshëm që gjenden në Ekuador. Tani, pse po themi në Ekuador? Sepse sipas tij, këta kanë ardhur nga Ekuadori, sepse një pjesë e shqiptarëve sipas tij gjenden aty për lëvizje të lëndëve narkotike dhe njëkohësisht edhe për të mbledhur disa le të themi kriminal të një forme, si shpendon ky tani, që bëjnë reprezalje ose krijojnë në këtë rast një grusht shteti. Tani, gjëja e parë që është e rëndësishme dhe duhet thënë menjëherë është që ky zotëria këtu me 25 maj të këtij viti, pra pas disa ditësh bëhen votimet. Dhe sipas gjasave, ky në radhë të parë njëherë është jo dënuar, por është akuzuar. Është akuzuar jo vetëm nga disa organizata, por edhe nga vetë populli që ky pas ka vjedhur vota. Pra, ky Nicolas Maduro ka vjedhur vota. Po. Dhe sipas gjasave, vendi atij nuk i takon. Madje mendohet që ky zotëria, sipas disa të dhënave, si thash keni dhe video në anglisht, disa që janë të informuar, thonë që Venezuela duke rënë tani ky si politik dhe njëkohësisht edhe si shtet, po mundohet që të kapet në përpasqyra, si shton. Dhe ai tani e jep fajin dikujt tjetër, po kujt do t'i japi fajin, është i detyruar të jap fajin dikujt tjetër larg, sepse aty për aty prova nuk ka për asnjë. Kështu që le të kërkojnë provat atje larg. Dhe kush janë provat që nuk i gjejnë dot tani për tani? Mafia. Dhe kush është mafia? Mafia më e largët, pra ajo shqiptarja. Pra sipas gjasave, ky diskutim, për sa i përket amerikanëve, është i kotë, sepse ka bërë një dëshmi vërtet të rreme që gjoja shqiptarët kanë një forcë kaq të madhe sa që të mund të bojkotojnë zgjedhjet dhe të mund të bëjnë një grusht shteti. Tani, në qoftë se unë do t'ju pyes juve, në qoftë se do t'ishit ju, shqiptarët, si që kanë shqiptarët, në qoftë se do t'ishin shqiptarët, në të vërtet që të organizonin diçka, në emër të kujt do ta bënin? Për shembull. Sepse në qoftë se do bësh një grusht shteti, do ta bësh në emër të dikujt, dikush të ka dhënë urdhër ose dikush të ka organizuar. Dhe çfarë i duhet Shqipërisë, për shembull, në qoftë se do bësh nga shqiptarët, që të organizoni një gjë të tillë atje, pra në Venezuela. Për çfarë arsye? Çfarë do ju duhej atyre një grusht shteti? Në këtë rast, në qoftë se me të vërtet është organizuar një grup mercenarësh para shqiptar, kur nuk do t'i kapnin. Dhe do t'ju them se përse. Sepse në të gjithë botën dihet që mercenarët janë super të përgatitur. Dhe nuk mund të kapësh dot 38 mercenarë ku janë më të rëndësishmit, në qoftë se do të ishin vetëm këta. Pra më të mirët, pastaj ka edhe të tjerë si thot ky. Pra ti të kapësh 38 mercenarë nga më të përgatiturit, më duket krejt e rreme kjo, sepse mund të kapësh një, maksimumi 2, por të gjithë bashkë
është pak e dyshimt. Pra edhe në këtë rast unë mendoj që ka diçka brenda që ky ose e bën thjesht për të marrë vota, ose e bën sepse nuk e di pse. Pra ose mund të jetë diçka tjetër. Mund të jetë që sepse doli një general, nuk e di e pata apo jo te Euronews Shqipëria, doli një general që i bën një intervistë, generali është ekuadorian dhe zotëria Mario Pasmiri, mos gaboj, më duket, Pasmiro, ngjeti Mario Pasmiro, ish generali i ushtrisë ekuadoriane, dhe ai e thot haptazi. Është e vërtet thot që këtu ka mafje shqiptare, por ata thot rrinë në heshtje. Dhe nuk janë kaq thot bile përveç se rrinë në heshtje, nuk janë kaq të organizuar thot që të shkojnë thot sepse nuk u intereson që të shkojnë thot edhe të bojkotojnë një grup zgjedhjesh apo një parti apo një tjetër, sepse nuk u intereson. Atyre u intereson, si thot edhe ky generali, dhe është e thjeshtë, është logjike, u intereson vetëm lëndët narkotike që t'i shpërndajnë nëpër Evropë apo ku ta diu nëpër botë. Por këto lëndët narkotike për ata me një fjalë sa më në heshtje të qëndrojnë, aq më mirë bëjnë punën e tyre, si thotë generali. Kështu që nuk kanë pse të shkojnë si mercenar. Pra në qoftë se ka një grup mercenarësh, e përsëris edhe një herë, që ka shkuar për këtë gjë, nuk janë ata që gjenden aty. Është logjike, sepse ata që gjenden aty, ata bëjnë punën që kanë bërë prej kohësh dhe nuk kanë pse të përzihen në këto gjëra. Dhe shqiptari nëse do përzihet në këto gjëra, përzihet vetëm nëse ja shtron me flori. Por edhe t'ja shtrosh me flori ai prap nuk e bën, sepse ka disa ideale gjithmonë, një shqiptar ka ideale. Mendoj unë, dhe këta që janë një farë kohe që janë jashtë e dinë shumë mirë këtë dhe nuk bëjnë gabime të tilla. Tani, se kë kanë kapur këta, mund të kenë kapur, mendimim tani, sepse duke ardhur në këtë konkluzion, mendimim kanë kapur vetëm një grup që merresh vetëm me trafikime, gjende gjëra për të trafikuar, dhe ndoshta t'i kalonin nga Venezuela apo ku ta di unë, dhe këta i kanë kapur. Mendimim, i kanë kapur dhe ai tani për të shfaqur përpara publikut, përpara njerëzve që e kanë denoncuar, duke akuzuar që ai ka vjedhur vota, çfarë bën? Thotë që janë mafiozë sepse duan të rënojnë edhe të bëjnë një grushteti. Këtë është budallëqe, sepse në radhë të parë nëse do bënin një grushteti, do ta bënin jo me 38, por edhe një shqiptar i vetëm e bën atë, grushtin e shtetit. Sepse shqiptari nëse vën në kokë një gjë e mbaron deri në fund. Kështu që unë nuk besoj, më thoni dhe ju, nëse është e vërtet apo jo, kjo që po ju them. Kështu që unë nuk besoj që ai mund t'i ketë kapur në flagrancë, thjesht sepse ata ishin në punën e tyre dhe ky ka shkuar aty i ka kapur që të gjej pretekstin që gjoja po e rënojnë në vota, që ai të vazhdoj të rri në pushtet. Sepse sipas gjasave ai ka rënë nga pushteti dhe njerëzit nuk e duan më. Pra venezuelanët nuk e duan më. Por ç'është e vërteta, s'është vetëm mafia shqiptare në Ekuador, sepse nëse do flasim për Ekuadorin, Venezuela janë shumë pak, si shtuhet paktën, por në Ekuador janë shumë. Dhe pse do spostoheshin këta nga Ekuadori që të shkonin në Venezuela, nëse do ishin mercenar. Do organizoheshin ashtu siç din ata, pra direkt në vend me njëri që ishte aty, sepse kur bën një grushteti, 38 veta nuk e bëjnë dot. Nuk e bëjnë dot që të marrin pushtetin në dorë, pra mund të bëjnë një grushteti, mund të bëjnë një vetë, por nuk e marrin dot, sepse duhet të kesh ushtrin me vete ose policin. Pra duhet të kesh dikë nga brenda për të marrë gjithmonë kështu ndodh. Pra të marrësh pushtetin duhet dikush nga brenda. Dhe në qoftë se dikush nga brenda do organizonte një gjë të tillë, nuk do ta organizonte me 38 shqiptar. Absolutisht jo. Por do organizonte me gjithë ushtrinë të tillë. Dhe ndoshta për t'i dhënë fajin, ndoshta shqiptarët mund ta bënin me shqiptar, po jo 38. Janë shumë pak. Nuk e di më kuptoni apo jo. Kështu që unë mendoj që gjithë kjo zhurmë, gjithë ky lajm që doli tani kohët e fundit, pra s'ka 2 ditë që ka dalë, bile sot po zjen gjithandej gjithë rrjetet, unë mendoj që janë falso dhe janë vetëm budallëqe që të flasin. Nuk diskutohet që në Ekuador ka me
qindra shtetet të tjera, pra që shkojnë atje pikërisht pra për lëndët narkotike, por shkojnë atje vetëm për të bërë atë punë, bile sa më të qetë dhe të fshehur janë dhe aq më mirë është për ta, sepse në këtë mënyrë fshehurazi bëjnë punën e tyre, marrin ato para çfarë ju duhet dhe nuk u intereson politika. Pra, më thoni dhe ju, a është e vërtet kjo që po i them, një reflektim. Doja që të bëja një sintezë të gjithës kësaj që dikush që nuk e di, nuk e njeh këtë argument, të mund ta konfirmoj, të kërkoj dhe pastaj që ta diskutojmë së bashku. Kështu që pres komentet tuaja, si gjithmonë kush është rastisht, do t'i lutesh të bëni like faqes, nëse nuk e keni bërë ende, dhe ju falenderoj që jemi për bashkë. Kështu që ju përqafoj dhe pres komentet tuaja. Hajde, ditë të mbarë.